fillimisht kanë vendosur barikada me kamion, kanë kryer monitorimin e terrenit, janë pozicionuar njësitë e armatuara dhe më pas kanë filluar sulmin e drejt për drejt ndaj institucionit, në këtë rast policisë së Kosovës. Sulmi është realizuar me armë automatike, raketa HELS dhe me mjete shpërthyese, pamjet filmike dhe raportet forenzike e bëjnë të pamundur çdo interpretim tjetër. Bëhet fjalë për një sulm të organizuar, të koordinuar dhe të armatosur rënd. Pasojat janë të rënda dhe tragjike. Humbja e jetës së zyrtarit policor Afrim Bunjaku në krye të detyrës. Plagosja e zyrtarëve të tjerë policor, rrezikimi serioz i jetës së qytetarëve në atë vend, si dhe dëmet të konsiderueshme materiale. Raporti i autopsisë e konfirmon se vdekja ka ardhur si pasojë e përdorimit të mjeteve shpërthyese duke dëshmuar brutalitetin ekstrem të këtij sulmi. Sasia e armatimit të konfiskuar është trënditse, armët automatike dhe numri i madh i tyre, raketa HELS, mërtoja, mina dhe eksploziv, qindra mjera fishek dhe pajisje ushtarake. Ky arsenal nuk i përket logjikës së vendmbrojtjes personale, por as asaj të operacioneve ushtarake të mirëfillta. Nga kjo zgjedhje faktike rezulton pasi dyshim se janë përmbushur elementet objektive të veprës penale, terrorizmi dhe vepra penale kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Elementi subjektiv, pra qëllimi për destabilizim dhe cënim të rendit kushtetues provohet përmes deklarimeve të dëshmitarëve, këtë rast të dëmtuarve Alban Rashiti, Shtirim Shaqiri, Nisat Kryziu, Fahri Shala, Eles Peci, Sedat Dushi, Amni Shala, Alim Behramaj, si dhe dëshmitarëve anonim A2 dhe Efni. Deklaratës publike të krejut të grupit Milan Radojčić, të lexuar nga avukati i tij, ku ai pranon organizimin në funksion të krijimit të kushteve për realizimin e ëndrrës së lirisë së popullit të tij serb në veri të Kosovës, si dhe vetë natyrës, organizimit dhe ekzekutimit të këtij sulmi.